Përshëndetje Nevila, mirë se ke ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thotë Nevila për veten e saj, rrugtimin që ka që nga mbarimi i shkollës lart e deri sot që drejton një organizatë qeveritare të e re, e njohur dhe jo vetëm fjerë, por edhe më tej. Të përshkruaj veten time, në fakt është më mirë kur të përshkruajnë të tjerët, por në përshkrimin e vetes në fakt e përdorim shumë edhe për edukimin jo formal të trindve, kështu që unë dua ta përshkruaj veten me pak fjalë. Familja ime është bërë qytetare e Fierit në vitin 81, kur kam qenë gati 3 vjeçë. Kam lindur në Kuçov, tek qyteti i mami tim, ose qyteti i Stalit. Dhe prindrit e mi, të cilët vinin nga dy krajina të ndryshme, në 81 janë stacionuar në Fier. Babi nga zona e Mallakastrës, ndërsa mami me origjinë të hershme të familjes së vet nga Skrapari dhe jetuar në Kuçov, dhe lindur dhe jetuar në Kuçov. E them shpeshherë që rrugëtimi im në fakt në Fier ka qenë sa i lehtë edhe i vështirë, sepse të dy prindrit e mi, të cilët ishin të angazhuar me punë me orë të zgjatura, e kam pasur prioritet edukimin tonë dhe fal edukimit të tyre, mund të them që unë kam marrë më të mirën nga ky qytet. Dhe vazhdoj të marrë më të mirën nga ky qytet dhe të jap më të mirën nga ky qytet. Megjithatë, duke qenë se jam datëlindjes 78, ne në pjesën kam jetuar në të dyja kohrat dhe mbaj mend shumë mirë vitet para 90-s dhe njëkohësisht kam jetuar intensivisht vitet mbas 90-s, sepse kam jetuar adoleshencën në këto vite. Duke qenë se Fieri ka qenë një qytet i cili ka mbledhur shumë intelektual nga shumë mësues të mrekullueshëm që ne na kanë dhënë ato ABC-n e parë dhe pjesën e edukimit, them që kam qenë në fat që kam përfituar nga ky qytet dhe kam qenë në fat që kam pasur mësues elitar. Si në shkollën Jakov Zoza, ku unë kam bërë filloren dhe 9-vjeçaren, dhe në gjimnazin e ri, ku vërtet, sado që ishin vitet e para të demokracisë, ata janë munduar që ne jo vetëm të na japin dije për lëndët e tyre, por na kanë dhënë pjesën e qytetarisë. Edhe shumë prej tyre ndoshta kanë ndikuar në edukimin tim edhe për të ardhmen, edhe ta dua edhe këtë qytet. Më pas, duke qenë se jam studente e viteve të vështira të Shqipërisë, të 96-97-s, për mua pjesa e edukimit në shkollën e lartë nuk ka qenë lehtë, pasi edhe kriza familjare dhe krizat që ekonomike që ne kemi pasur, më ka bërë që 2 vitet e para t'i vazhdoj ditën dhe 2 vitet e tjerat ose 3 të tjerat që zgjatën edhe më shumë, t'i vazhdoj me part-time. Por kjo nuk është se ka ndikuar në edukimin tim, por më ka bërë më të fortë që unë të prek edhe punën gjatë kohës që unë shkollohesha. Dhe mund të them që nëse unë jam kjo që jam sot, që më pëlqen të punoj ose të prek edhe të jem pjesë shumë fushave në pjesën e shoqërisë civile, ndoshta ka qenë kjo periudhë e jetës sime. Pasi që në moshë të hershme unë kam hapur një biznes familjar, ose kam drejtuar biznesin familjar, dhe ndoshta aty kam marrë disa aftësi të cilët nuk do t'i merrja dot në qoftë se unë do të punoja ose do të isha një ekonomiste diku. Penge kam edukimin, në fakt, pjesën e kam dashur vazhdoja juridik ose drejtësi, por koha ka qenë e tillë që nuk kam pasur mundësi sepse të punoje që në moshë të hershme dhe të vazhdoje dhe studimet dhe t'i bëje perfekt të dyja në 99 deri në 2001. Në 99 nuk kam hapur biznesin e parë.
Dhe më pas, të më thënë, fatë ishte që unë të punoja mirë organizat jo qeveritare shumë të fuqishme, kombëtare, si që është Kryqëkush shqiptar. Dhe kjo periudhë kohore, gati rreth 2 vite gjysmë, pranë Kryqëkush shqiptar, në degën e Fierit, në një projekt për edukimin e trinjve, ka ndikuar shumë në formimin tim pastaj. Domethënë kjo ka qenë një shkollë e vërtet, ku përveç se unë drejtoja një biznes, kisha edhe një punë part-time, të cilën e bëja me qef, sepse shikoja si një mundësi për vete dhe për atë grup të cilën unë punoja në ato kohë, që ishte një grup rinor fantastik dhe gjej rastin që sot domethënë ti drejtohem këtij grupi sepse ata kanë ndikuar dhe në edukimin tim. Si unë kam ndikuar në jetën e tyre pak në ato vite, domethënë mund të them që ata kanë qenë shtysa e parë që unë ta dua punën me trinj dhe pastaj më vonë në vitin 2006 të hapi dhe organizata Qendra Epoka e Re. Tash ju e kryesisht merrni me të rinjt. Çfarë do veçoni sot në marrëdhënien që keni ju me të rinjt dhe ata me njëri tjetrin? Sa i ndihmojnë ta të rinjt? Institucionet publike, private, apo dhe organizatat qeveritare, si ju, apo të tjera? Marrëdhënia jonë me të rinjt në fakt është një marrëdhënie reciproke, ku mund të themi që sot unë flas për të rinj, por në fakt kam një vajzë e cila sapo ka mbushur 15 vjeç dhe është futur te mosha rinore. Por mund të them që në gjithë këto vite që unë kam punuar rreth 23 vite që kam punuar me të rinjt, ka qenë një shkollë e vërtet për mua. Çfarë kërkojnë sot të rinjt? Domethënë, kohat kanë ndryshuar, nëse një aktivitet sot mund të përcillet shumë mirë online dhe ti mund ta gjesh një informacion online, në ato kohë, në ato vite ti nuk ishe informacione online, ti duhet të studioje shumë, duhet të hapje manuale, duhet të gjeje materiale të përkthyera në shqip dhe nuk ishte, domethënë metoda të cilat ne të punoni. Dhe të rinjt e kanë pasur më afër librin. Sot kemi shumë hapa mbrapa drejt librit, por kemi teknologjinë e cila sjell më shumë informacion dhe më shumë informacion të ndoshta shpeshherë të cunguar, por edhe më shumë informacion të shumë fushave të ndryshme. Kur është i detajuar informacioni, nuk di çfarë këtë ndjekësh, pra duhet të kesh një informim, po themi ne, nga libri, se dhe pjesë e librit po ndërpres e kam pyetje. Është një peng, është një peng. Se ka një problem të rinj sot, mendoj unë. Po. Pasi nuk është i saktë mendimi im, që nuk lexojmë ne, se s'na hyn punë. Se duhet të lexojmë ne, ndërkohë që kemi na i thot ChatGPT apo Gemini. Tash si duhet funksionojë libri për mendimin tuaj të rinj? Pse duhet ta lexojmë? Unë krahasoj veten time. Unë marrëdhënien me librin nuk e kam darë asnjëherë. Nuk jam darë asnjëherë nga libri. Do që e vogël më ka shoqëruar libri dhe unë kam një bibliotekë personale që kur kam qenë e vogël, s'kishin të ardhur prindrit e mi, unë do të shkoja në librarinë në lagjen të Shara dhe librat e parë që do të dilnin për grup moshën time, unë do të isha e para që do t'i merrja. Dhe sot më vjen keq ne dhurojmë libra dhe ato nuk lexohen. Ju dhurojmë? I dhurojmë libra të rinjve dhe ata nuk arrin do t'i lexojnë, domethënë por po. Edhe këtu pra te qendra kemi një bibliotekë e cila ka ardhur dhe është pasuruar, po më shumë janë në manuale dhe module të reja për ta. Por unë them që marrëdhënia ime me librin nuk kam për të ndryshuar kur, sepse unë vazhdoj të lexoj akoma, edhe kur s'kam kohë, edhe kur kam shumë ngarkesë nga puna që do të lexoj shumë çështje të punës, përsëri unë e prek librin në ato orë të vona të natës, që të jem pranë tij, edhe të shtoj edhe një urit e mia, dhe nuk jetoj dot pa libër, është një ushqim i përditshëm. Por sot tek të rinjt është pak e vështirë, domethënë, sepse në momentin që ti flet për një libër, ai e gjen një përmbledhje në ChatGPT ose online dhe shpeshherë edhe këto lëndët që bëjnë
nuk arrin dot që ata të përqendrohen sepse nuk kanë shumë informacion ose nuk kanë bazë fjalësh. Nuk kanë një marrëdhënie të mirë me gjuhën sot dhe sintaksën. Dhe kjo vjen për shkak të mosleximit. Dhe do t'i nxisja në fakt të gjithë të rinjt të ishin duke thënë të kishte programe për fëmijë, të cilët mund të nxisnin këtë lloj këtë grup mosh për të qenë më afër librit. Në një farë mënyrë, në një tjetër, ai të ketë mundësi që të lexojë. Mjafton një tregim i shkurtër që ty mund ta ndryshojë ditën. Mjafton një tregim me humor, një ngjarje me humor që atyre mund të ndryshojë pak jetën. Sepse leximi do të thotë që ti të bëhesh të ndërosh, do të marrësh ato historinë e dikujt dhe ta krahasosh me jetën tënde. Dhe pse jo, domethënë se kemi disa modele. Është historinë, e lexon, shikon dhe nxjerr përfundim. Por sot në fakt rrjetet sociale kanë bërë të pamundur që ne të kemi kohë dhe ne vetë harxojmë shumë kohë në mënyrë të pavetëdijshme në rrjetet sociale, sepse në momentin që ti futesh në një rrjet social, ty të rëmben informacioni dhe ndoshta ky dhe informacioni pa nevojshëm. Mjafton që ti të shikosh një foto të dikujt tjetër dhe harohesh me të që ti ke shumë minuta që je aty. Sado që mund të kesh objektivin që mos ta prekësh, por celulari sot është e pamundur që mos të jetosh me të, pa të. Atë me që merrni me të rinjt në grup mosha ndryshme, çfarë problemesh kanë kryesisht të rinjt? Kemi patur në Solo dhe punonjë social, psikolog, shkrimtar, kanë folur gjithë për librin, kanë folur gjithë për problemet e shoqërisë. Çfarë problemesh përgjithsisht kanë të rinjt sot në lidhje me mbushjen e kohës? Dinë ta organizojnë ata kohën, janë përgatitur ata për nesër, që do marrin një detyrë, një përgjegjësi, llogarisin sa kohë duhet për një aktivitet caktuar. Të flasim për problemet e të rinjve sot, në fakt duhet flasim para për problemet e shoqërisë sonë. Do të thënë, nëse sepse unë nuk e imagjinoj dot botën pa të rinj, sepse është pjesa më vitale e shoqërisë, por nga ana tjetër nuk duhet t'i ndaj të rinjt e zonave rurale me të rinjt e zonave urbane. Nuk duhet t'i ndaj të rinjt nga të rinjt e kryeqytetit me të rinjt e qyteteve të tjera në Shqipëri, sepse të këto probleme kemi kudo. Problemet sociale që ne po kalojmë si shoqëri ose problemet cilat vinë edhe nga mungesa e politikave të qëndrueshme, mund të themi që janë të shumta dhe pjesa që goditet më tepër janë fëmijët dhe të rinjt. Sepse të krijosh sot mundësi një fëmijë dhe një të riu për të qenë si një fëmijë europian, se po shkojmë drejt Evropës edhe drejt asaj duhet të synojmë të gjithë, është pak e vështirë, sepse ka të bëjë që me infrastrukturën, që me të ardhurat e një familje. Është shumë e lidhur me problemet në sistemin arsimor. Është shumë e lidhur që në çerdhe, që me problemet e edukimit që ne përballemi për ditë. Pra, problemet e shoqërisë mbarten direkt tek problemet e të rinjve. Por ato problemet të cilat unë dua t'i prek janë ato të cilat e kanë shoqëruar të 30 vjeçar të rinjt në një farë mënyre dhe një tjetër. Problemet e identitetit tyre. Çfarë dua të bëhem unë kur të rritem, kush jam unë, domethënë. Dhe shpeshherë ne mundohemi të ndihmojmë këta të rinj në këtë për të bërë zgjedhje dhe për të orientuar, por kemi të pamundur sepse të arrijmë këtë qëllim, këtë objektiv që në përfshin sepse është një shoqëri në krizë. Sot mësuesit janë heronj të heshtur, shumë prej tyre mundohen dhe përpiqen çdo ditë që t'i fokusojnë këta të rinj, por unë dohet të vija theksin tek metodat e mesëmdhënies. Domethënë, ndoshta ka ardhur koha që mësuesit tanë ose dhe familjet tona dhe prindrit tanë të fokusohen pak tek metodat e komunikimit, ose mënyra e komunikimit me të rinjt dhe me fëmijët.
të ndryshoj pak, të jetë pak më e butë kjo metodë dhe t'i përfshin ata që në marrjen e mendimit. Do thënë, ne si organizatë këtu bëjmë, kemi vite që punojmë edukimin jo formal dhe përfshirja nëpërmjet lojës, përfshirja nëpërmjet aktiviteteve të cilat ai mund të vi për fan, mund të vi për qef, sepse ka një shok, një shoqe. Por ne shfrytëzojmë këtë lloj grupi, pastaj për t'i kanalizuar dhe për t'i dhënë atij mundësi që t'japi një mendim, të nxjisë mendimin kritik, dhe pse jo të ndryshojë diçka në jetën e tij. Janë metoda shumë të thjeshta që sot duhet të kishte më shumë programe after school ose pas shkolle, ku fëmijët tanë të kishin të mundur që përveç se pjesës së edukimit që marrin të detyruar në atë, të kishin dhe aktivitete të tjera, të kishin më shumë aktivitete të tjera mbas shkolle. Dhe shkollat sot duhet ishin qendra komunitare dhe mjediset e shkollave të kishin ato këndet sportive. Janë shkollat qendra komunitare, po ka disa shkolla. Mund të them që një programi, për shembull model që është bërë në Shqipëri dhe 3 vitet e fundit ka qenë programi me Ministrinë e Arsimit dhe me Komitetin Olimpik Kombëtar, në cilën e kam prekur dhe vetë, sepse ne si organizat kemi ndihmuar dhe facilituar në metodologjinë e mësimdhënies 200 mësues në gjithë Shqipërinë. Mund të them që ky lloj programi ka bërë të mundur që fëmijët tanë të kenë një ekip sportiv në shkollë volejboll ose basketboll dhe ky edhe këtë vit ishte me fat sepse një prej ekipeve kampione doli nga Fieri dhe unë duhet të falenderoj shumë zysh Vjollcën që me përkushtimin e saj arriti që dhe ekipi i Fierit ishte sot në nivele kombëtare. Dhe nxitja drejt sportit, nxitja drejt aktiviteteve punës vullnetare njërë. Sepse sot ne kemi një grup të rinj janë të paorientuar se çfarë mund të bëjnë. Si e konceptoni ju këtë punë vullnetare? Për shembull, mund të vijë un vullnetar, mund të vijë njëri vullnetar. Do shkojmë të pastrojmë pyllën e Semanit apo Pishporës apo të Darzezës. Ti duhet që të paguaj edhe rrugën edhe ushqimin ta marrë me vete apo sa gjëra i merr përsipër. Ne si organizat, në fakt punojmë shumë me pjesën e ndërgjegjësimit komunitar, qofshin kjo në fushën e mjedisit, kemi disa programe në fushën e mjedisit, edukimit, duke filluar që nga fëmijët deri tek të rinjtë dhe tek grup moshat e tjera, punojmë shumë me pjesën e vullnetarizmit. Kjo nëpërmjet fushatave ndërgjegjësuese ose duke bashkëpunuar me shkolla si publike dhe jo publike, por dhe me qeverisjen lokale. Shumë e rëndësishme është të ngrihen struktura dhe pranë qeverisjes lokale, ku hapja e institucioneve ose komunikimi më i mirë me qytetarin, ti mund të ndërtosh edhe grupe komunitare të cilat t'i vinë në ndihmë edhe zonave të tyre të banimit. E di që në Shqipëri, kur flasim për punë vullnetare, kemi histori të trishtë, por megjithatë ajo punë vullnetare ka një vlerë të shtuar, të GDP-s, edhe unë për këtë mund të flas pafund, në fakt, në një vendi nëse ne do të kishim më shumë të rinj të ndërgjegjësuar për punën vullnetare, më shumë komunitete të ndërgjegjësuara për punën vullnetare, do ndiheshim shumë herë më mirë si komunitet dhe do na bashkonte një qëllim i caktuar. Qoftë kjo domethënë edhe një fushat spontane që mund të realizohet, qoftë edhe një fushat e drejtuar nga një organizat, nga një program edukimi ose nga një shkollë. Domethënë nuk mjaftojnë vetëm ditët ndërkombëtare me detyrim që ky fëmijë ose ky i ri të marrë këtë proces, të përkrajë këtë proces. Domethënë duhet që këto të jenë programe në vazhdim dhe të njëjtë njëkohësisht puna vullnetare. Di që para disa ditësh në parlament u kalua dhe ndryshimet e ligjit për vullnetarizmin, ku puna vullnetare do të njihet dhe si eksperiencë pune në institucione publike dhe jo publike. Dhe mendoj që ky do jetë një ndryshim për të nxitur pak vullnetarizmin tek të rinjt sidomos. Megjithatë, të rinjt shqiptar kanë mundësi, njësoj si gjithë të rinjt evropian, të jenë përfitues të programeve Erasmus. Ne si organizat, jemi një organizat që punoj me programet Erasmus, ku kemi mundësi të nxisim të rinjt, të shkojnë vullnetar
drejt Evropës, organizatave në Evropë dhe njëkohësisht të marrim edhe vullnetar. Dhe konkretisht unë jam e lumtur që ne kemi 3 muaj me një vullnetar amerikan pranë zyrave tona, Jonathanin, i cili do t'japi kontributin e tij për 2 vite në vazhdim. Dhe mendoj që për ne është një ndihmë e shtuar, është një vlerë e shtuar pasi një vullnetari pranë qendrës sonë. Jo vetëm për të shkëmbyer kulturat, por edhe për si një aset që mund të marri dhe të japi diçka për komunitetin tonë. Atëherë, më të rinë, çfarë mund thoni në mënyrë të pavarur, ata si mund punojnë sot? Pa ndihmën tuaj, mbarojnë këto projektet që keni ju, bazuar në këto projekte, ka pasur të rinj që kanë mbaruar këtu dhe kanë vazhduar më tej? Ka shumë të rinj të cilët aktivizmi ose vullnetarizmi u vishet si një vlerë, domethënë. Kuptoj që ka një vlerë të caktuar. Po, ka një vlerë të caktuar, por shpeshherë të rinj dhe i merr edhe puna dhe jeta. Një pjesë e tyre nuk janë kthyer më në qytetin tonë dhe një pjesë e mirë e tyre nuk ndodhen edhe në Shqipëri. Por mua më vjen mirë që shpeshherë kur ne nxjerrim një postim në rrjetet sociale që po bëjmë trajnim të ri, kam shumë mesazhe nga të rinjt ish vullnetarët e qendrës ose aktivistët të cilët kanë shkëlqyer në kohën e tyre, po ish aktivistë që kanë shkëlqyer në kohën e tyre, po dhe që nuk kanë shkëlqyer, po kanë qenë aty, domethënë kanë marrë pjesë dhe flasin me nostalgji për kohën që kanë kaluar pranë grupeve rinore që ne kemi pasur. Dhe aq më tepër që unë kam qenë me fat që kam punuar me një staf të mrekullueshëm gjatë shumë viteve, vajza dhe djem shumë të mirë, të cilët i përshëndes sot nuk ndodhen në Fier një pjesë prej tyre, por them flas me nostalgji që kanë qenë një vlerë e shtuar për qytetin tonë. Edhe jemi munduar që epokën e re ta nxjerrim nga kornizat e një organizate brenda një projekti ose të bëjmë aq aktivitete brenda një projekti. Ne dalim jashtë kornize. Si organizat punojmë me programe bazë, të cilat nuk duam që t'i humbasim. Edhe kemi apo jo fonde, kemi apo jo projekte. Po kanë vazhdimsi. Dhe kanë vazhdimsi. Për shembull programet e verës, ne jemi munduar që edhe megjithëse nuk kemi pasur programe dhe fonde për t'i realizuar, i kemi bërë me baza vullnetare, duke kontribuar pak nga vullnetarët tanë, pak nga komuniteti Fierit dhe pak nga bashkia ose nga bashkëpunimet që ne kemi pasur me drejtorinë arsimore, me drejtoritë e ndryshme të bashkisë, dhe kemi vënë në punë të lëvizim gjërat për të mirën e komunitetit. Po, për shembull që kjo e kampi liror të shkollës muzikës, mua me erdhi si një kampi veror në fakt erdhi si një që ne realizuam para 2 javësh pranë shkollës Jakov Xoxa, erdhi si një kërkesë e vetë prindërve, të cilët kishin pasur fëmijët e tyre në kampin e vjetshëm që ne realizuam. Kampi me fëmijët në fakt ka ardhur edhe si përveç se një nevojë e prindërve, po dhe si një kontribut që të rinjt që ne përgatisim të japim për fëmijët dhe për komunitetin. Pra, ne trajnojmë grupet rinore të cilët japin dhe ata kontributin e tyre për grupet e tjera që janë më të vegjëlit ose për moshën e tretë. Për shembull, ne jemi munduar që të kemi edhe programe nxitse dhe të rinjt dhe mosha e tretë, ose programe vullnetare të cilat të kenë në fokus jo vetëm të rinjt për të rinjt, por të rinjt për komunitetin. Dhe kjo është një nga arsyet që ne e shikojmë pjesëmarrjen aktive të rinjve dhe fuqizimin e tyre si një mision për organizatën tonë. Megjithëse ne punojmë me grupe të tjera, përsëri grupet rinore domethënë janë ajo që ne na frymëzojnë që të ecim. Shoqëria civile në Shqipëri, në fakt, dhe organizatat jo fitimprurëse shpeshherë janë të pasigurta për vazhdimsinë e tyre, sepse nuk është se kanë një ndihmë të vazhdueshme nga qeveria shqiptare. Kjo është ngritur një problem jo sot, po ka shumë vite që është ngritur si një problem, sepse e para punës duhet parë dhe integriteti i organizatave, të cilat janë ngritur ose janë funksionojnë sipas nevojave të komunitetit apo kanë një objektiv dhe qëllim të caktuar. Shpeshherë shumë organizata mundohen të kenë vazhdimsi, por mungesa e fondeve bën që dhe kontributi i tyre të jetë shumë i kufizuar, dhe shumë organizata sot edhe janë mbyllur.
për mungesën e fondeve. Ndihma e shteteve të tjera si qeveria suedeze, ku edhe ne si organizat kemi pasur një mbështetje të gjatë, afatgjatë dhe themi që në qoftë se ne jemi sot një organizatë e cila kemi 19 vite që punojmë në FIR, por edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë mbas projekteve që kemi sjell, themi që ka ardhur fal kësaj mbështetjeje afatgjatë. Dhe sot edhe ne si organizat kalojmë ato krizat tona, sepse çdo ditë duhet të punosh, duhet të aplikosh për projekte të ndryshme dhe fondet janë shumë të kufizuara. Fondet publike janë akoma dhe shumë të kufizuara dhe ndoshta është një shtys edhe nëpërmjet intervistës që unë po jap me ty dhe një reflektim edhe për qeverisjen lokale dhe për shtetin shqiptar, që në qoftë se një organizat është një vlerë e shtuar për komunitetin dhe sill një kontribut caktuar, duhet të ketë edhe një mbështetje institucionale ose mjafton edhe mjedise, domethënë publike, ku mund të shfrytëzohen për komunitetin dhe për programe në ndihmë të komunitetit. Po, si projekte që keni menduar dhe përmirësuar për podcastet ndryshme këtë të vitë, apo të aktivitete si pune këtyre kampeve verore, po dhe kampeve rinore. Po, në fakt mbështetja duhet jetë lokale. Domethënë duhet ketë zë të përcaktuar pranë bashkive, s'po flas për bashkinë e Fierit, por për gjitha bashkitë, duhet ketë zëra të përcaktuar për çështje sociale dhe për projekte të cilat mund të vinë nga komuniteti. Ne kemi bërë të mundur të fuqizojmë në vite grupe të ndryshme rinore dhe kanë prezantuar projekte pranë bashkisë, por ndihma ka qenë shumë e vogël. Domethënë, ideja është që të rinjt kanë sjell ide për të ndryshuar komunitetin e tyre. Kanë sjell ide, për shembull, një nga ato që mua më vret akoma është parku këndi lojrave ose kënd sportiv pranë shkollës Perikli Ekonomi. Është një kërkesë e vazhdueshme e komunitetit dhe të rinjve dhe pse jo, domethënë si komunitet dhe bashkia të ketë një vëmendje që ky mjedis të jetë mjedis i përshtatshëm si për shkollën, por edhe për komunitetin. Lajmi i mirë për shembull është që Bashkia e Fierit nëpërmjet një financimi nga shkaluar tani në Këshillin Bashkiak nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, do të ketë një mjedis të ri për fëmijët sportiv pranë ETC-s. Dhe këtë gjë domethënë duhet ta informoj dhe ta publikoj sa më shumë qeverisja lokale, që dhe komuniteti të jetë në dieni që një këndëri sportiv po realizohet. Po Fieri ka shumë mjedise, të cilat mund t'i përshtasi për të rinjt, për fëmijët dhe të jenë mjedise të cilat njëri mos të kaloj kohën duke pirë duan edhe ato gjërat e tjera, por të jetë një mjedis ku ai të ofshtrojë një sport, ai dhe ky komunitet të ndjekë një kurs dhe shumë mjedise publike mund të kthehen në ndihmë të komunitetit. Divila, si mendoni ju për ndjenjen komunitare? Si duhet ta kuptoj publiku këtë ndjenjë komunitare? Kontributin që jep apo kontributin që nuk jep? Duhet merret vetëm një individ me problemet që ka komuniteti, pallati, shkalla, hyrja, parkimi, tjera që edhe ndonjëherë dhe komshit. Duhet merret vetëm një njeri apo gjithë komuniteti? E di komuniteti vlerën që ka. Çfarë peshë ka në institucionet publike? Puna ime e përditshme në fakt më ka bërë që ta prek komunitetin më nga afër, si në zonat rurale, edhe në Fier. Megjithatë, them që sot nuk kemi një komunitet të ndërgjegjësuar për vlerën që ka dhe për peshën që ka. Ne mendojmë që çdo gjë mund të zgjidhet me një telefon, por nga një miku ynë i afërt, por sot duhet japim vlera në shumë institucioneve. Qytetari të jetë më i përgjegjshëm si për veprimet që bën, por edhe për mënyrën se si e kërkon atë të drejtën e tij. Dhe nga ana tjetër, shumë shërbime sot janë online dhe përsëri jemi futur tek gruat, s'ka në qoftë se dua të prek diçka dhe një ankesë e bëre online, por harrojmë që
sot kemi shumë të nevojshme komunikimin me njëri tjetrin. Sa e rëndësishme është ky komunikim, e shohim te problemet e vogla që kemi. Për shembull, një telefonat e një mikeshësime para disa ditësh nga Kanadaja për të lajmëruar një ambulancë për një person të moshës së tretë, mua më bëri të reflektoja që sa pasdore kemi lënë këtë grup dhe sa pak jemi të ndjeshëm ne si komunitet për problemet e njerëzve në nevojë. Qofshin këto afër nesh, po edhe në komunitetin ku jetojmë, pak më gjerë. Pra, duhet që ky është vërtet një mision që ne po e bëjmë me të rinjt, por duhet të fillojmë me komunikimin pak nga pak. Nuk jo çdo gjë duhet ta lidhim me qeverisjen lokale ose se nuk ka pastruar bashkia plerat sot, por jemi në ato që hedhin për ditë, atje në vendet e gabuara. Pra, ne duhet që të vetë ndërgjegjësohemi, ndryshimi fillon është nga individi. Pastaj te familja, shkolla, shoqëria që na rrethon. Pra, në këtë koncept unë dua që duhet bëjmë shumë punë që dhe këtë komunitet ta ndërgjegjësojmë. Por nga ana tjetër, komuniteti duhet jetë i vetëdijshëm që ka një vendimarrje e cila duhet të jetë pranë tyre dhe t'ja u shpjegoj ato, t'ja u japi ato informacion paraprak. Nëse pranë shtëpisë sime do të bëhet një rrugë e re, unë si komunitet duhet të informohem, të jap mendimin tim para se ky projekt të kalojë në Këshillin Bashkiak, para se ky projekt të bëhet pjesë e një ndryshimi. Pra, nga ana tjetër kemi edhe zërin e komunitetit i cili duhet të dëgjohet. Unë shikoj komunitetin shumë të lidhur me zhvillimin e një vendi. Nëse ne duam që ky qytet ose ky vend të ketë qytetari aktive, duhet ta lidhim ngushtë këtë me pjesën e edukimit që në veçëli. Shumë koncepte që ne kemi humbur si shoqëri, duhet t'i ngulisim tek fëmijët tanë. Mua më vjen mirë që vajza ime e vogël sot ka ndryshuar shumë shprehi dhe është shumë e kujdesshme për mjedisin që e rrethon, i bën përshtypje që pse duhet të hidhet një letër, sepse këtë gjë e ka marrë është mbrëmosur që fëmijë, domethënë si nga ne po edhe nga mësuesit e saj. Pra, themi që ne jemi shoqëri në ndryshim, po duhet që ndjenja komunitare të fillojë të zhvillohet dhe të jetë më konkrete. Jemi në fund të intervistës, zakonisht kemi një mesazh. Cili është mesazhi juaj për publikun? Turi këtu më vën në vështirësi sepse kam shumë mesazhe, por në fakt duhet të ngelem në vazhdimsi të mendimeve që patë, në vazhdimsi të mendimeve që dhash, mund të them që dua që mesazhin ta lidh edhe pak me ta duam Shqipërinë, ta duam këtë vend. Ta duash këtë vend do të thotë të duash veten tënde në radhë të parë, familjen, të duash qytetin tënd dhe pastaj të shikosh një të ardhme për fëmijët e tu më të mirë duke dashur këtë vend. Nëse ne mendojmë që në këtë vend është abuzuar shumë shumë vite, të marrin vlerë njerëzit që duan këtë vend. Dhe mesazhi im për të rinjt kryesisht është që duheni këtë vend, sepse duke e dashur mund të jeni ju ata të cilët ta bëni të jetueshëm më të mirë nesër. Faleminderit Nevila, uroj sukses në punën tuaj dhe uroj gjithashtu që të kemi përsëri prezente me ranin. Gjithashtu. Jam e gatshme të vi përsëri edhe në takime të tjera. Faleminderit Uri për mundësinë që më dhe dhe vërtet të vlerësoj për këtë iniciativë që ke marrë për të intervistuar njerëz të komunitetit që kanë dhënë kontribut në këtë qytet, njerëz në Ares dhe persona të cilët në fushat e tyre kanë dhënë çdo ditë ose japin çdo ditë një kontribut të vogël për këtë qytet.